Për fat mirë në këtë Big Brother, unë nuk kam asnjë lloj kështu, po them, nuk bëj tifo për asnjë dhe do ta gjykoj gjithë Big Brotherin ftohtë dhe do gjykoj atë që shoh. Sepse për faktin që edhe unë nuk i njoh personat që janë aty brenda, nuk i njoh në kuptimin personal, 2-3 veta i njoh edhe personalisht, por shumë pak në kuptimin që jemi takuar në për evente kështu me radhë, por jo të kem miqësi me ta. Dhe kjo më shtyn mua që ti gjykoj gjërat shumë ftohtë. Tani pas nominimeve të para janë ndezur disi gjarkat në shtëpi, kanë filluar banorët lëvizin, kemi parë një Seno i cili ka filluar vërtet lëvizi dhe në fakt i ka bërë mirë ky nominim Senos, sepse tani po shohim një Seno në aksion i cili po përballet me Krisin dhe me Angelon, sidomos me Angelon. Për sa i përket tyre dy çunave, unë desha të them diçka, këta të dy çunat duken që në fillim që kanë marrë një laps të madh me vete dhe një fletore po aq të madhe, kanë marrë disa shënime nga Big Brotherat e kaluam dhe po i vënë në përdorim në këtë Big Brother. Mirë po, skemat, shënimet që mban ti nga Big Brotherat e tjerë duhet të vinë natyrshëm. Pra nuk mund të vish ti me një herë të bësh, po them, skema që ti i ke parë, pa njohur persona që i ke përballë. Pra si mund të bësh skemë me një person të cilin ti nuk e njeh dhe mbase është ai personi i cili do të luftojë ty. Pra duhet i njohësh njerëzit dhe pastaj të bësh aleanca e kështu me radhë. Por e shikoj që janë krejt ftohtë në këtë drejtim dhe i thjesht e kanë mendjen tek skema, tek ndarja, tek loja e ftohtë, pra siç e kanë parë në Big Brother atje. Ndërkohë nga ana tjetër Seno po mundohet që të hyjë në debate me çunat, po mundohet që t'i nxjerr ndoshta nganjëherë dhe nga vetja ata çuna dhe mendoj se kjo është një strategji, sigurisht që edhe kjo është e parë në Big Brother atje, por është një strategji të cilën Seno ka vendosur ta përdor mbasi ai doli në nominim. Dhe kjo është shumë interesante. Pra i kanë humbur ato minuta, po them, me Ilirin kur qeshnin e tregonin Barceleta kështu me radhë dhe i është futur lojës kok e kom. Dhe kjo nuk është një gjë e keqe në funditës, kjo është një gjë e mirë. Kurse për sa i përket këtyre dyve, unë personalisht nuk e përqafoj fare këtë lloj Big Brotheri që bëjnë pikërisht këto dy persona. Sidomos Angelo, sepse Angelo është i çik, domethënë futet aty ku si takon, e kupton, do të mori përsipër, po e kam thënë edhe një herë, lider nuk bëhesh, apo ku diun, drejtor lind nuk bëhesh, ose të bëjnë, po varet si të bëjnë.